Përshëndetje nga Vlogmas numër 7. Arritëm në Vlogmas numër 7. U bë një javë që kemi filluar Vlogmas dhe jam shumë e lumtur që po ja dal deri tani, dhe pse është goxha e vështirë dhe e lodhshme. Madje tani jam ulur këtu në laptop, është ora 1:03 edhe kam 2 orë që po merrem me videot. Në fakt isha duke u marr sepse dua që videot e mia në YouTube të kenë edhe subtitles, të kenë titra në anglisht, por për të bërë këtë duhet 1 milion punë që të arrij dhe t'i bëj video për pre-video, sepse doli që e kam mbushur plot kartën e memorjes, duhet ta pastroj në fakt, sepse u bë një vit që e përdor këtë kamerën dhe kam vetëm një kartë memorie dhe ja kam dalë deri tani me të. Siç që thash, jam ulur këtu tek dhoma ime, ku kam tavolinën që punoj, që merrem me video, me editime, që lexoj finlandisht, edhe bie ky dielli kaq i ngrohtë dhe jam bërë val nga fytyra. Por shkojmë tek tema që ishim. Siç ju thash, jam duke u marrë me rregullimin e videove, sepse dua që t'ju vendos titra në anglisht poshtë, në mënyrë që të shihen më shumë edhe nga njerëz që nuk kuptojnë shqip. Kështu që shpresoj t'ja dalë dhe ta gjej një program që të mund t'i kthej titrat audio nga shqip me titra në anglisht, edhe pse deri tani kam 2 orë që po merrem dhe nuk ja kam dalë, por do t'ja dalë. Unë nëse e vendos diçka, ja arrit deri në fund, edhe shqyr Zotit më jepet për këto programe, për këto gjëra, edhe i kuptoj. Tani, programimi i ditës. Unë hëngra mëngjesin, kam bërë këtu kafen turke, që e kam këtu tek gota, edhe pak më ka ngelur në fakt. Edhe çfarë do bëjmë? Ora është 1, do përgatisim një risotto me kërpudha, më ka shkuar mendja për risotto sot, edhe thash pse jo ta përgatisim bashk. Recetën ja mora Evës, ma tregoj ajo. Edhe më pas do mësoj finlandisht, finlandisht në fakt do mësoj nga mbasditja, nga darka, sepse më vonë do dal me një shoqen time, do shkojmë tek Panairi i Librit. Është Panairi i Librit, ka nisur që me datë 12, edhe dua që të shkoj. Nuk e kisha në plan të merrja libra, sepse ju kam thënë që nuk dua të blej libra, duke qenë se kam 2-3 libra pa lexuar, por më ka kapur një fazë tani që dua shumë të lexoj dhe të zhvillohem nga ana profesionale, nga ana mendore, nuk e di se si ta shpreh, por dua të di sa më shumë gjëra, dua të zhvillohem, të lexoj më shumë. Edhe kam filluar të lexoj finlandisht. Darkave isha e fiksuar, shikoja seriale turke çdo darkë, shikoja 2-3 orë rresht, por kjo nuk është një gjë e mirë. Edhe dje e ndeza laptopin që të shikoja një film turk, edhe e mbylla siç e ndeza, sepse thash do marr librin që kam në anglisht, atë librin, 2 libra që bleva në ishull në Greqi, që janë në anglisht, edhe fillova të lexoja, lexova 30 minuta si fillim, dhe më pas planifikova ditën për sot, se çfarë doja të bëja. Kështu që ja dola dje, dita e parë. Sot është dita e dytë, edhe do ulem të mësoj më vonë. Gjithashtu do përgatisim edhe një recetë të ëmbël, do ta përgatis në darkë. Gjithashtu do bëj edhe një reels për Instagramin, sepse kam bërë shumë reels këto kohë, edhe pse janë postuar avash. Kështu që kemi shumë gjëra për të bërë, por nuk po ja u tregoj të gjitha që tani. Po e mbyll kamerën dhe po vazhdoj të rregulloj videot, siç ju thash.
gati për të dalë. Kam vendosur që të vesh këto pantallonat ngjyrë qumshi, bezhët, të cilat i kam këtu e 3 vite e gjysmë, edhe i kam bler tek Zara në Greqi me 10 euro kur janë bërë uljet. Dhe janë shumë material i mirë dhe më rinë shumë mirë mbas trupit dhe i kam të rehatshme. Tani, kam veshur një bluzë të thjeshtë të zezë. Flokët do t'i mbaj kështu siç i kam, sepse i kam bukur, mendoj. Më pëlqejnë që janë me onde, kaçorel, edhe inshallah nuk më bezdisin, se unë zakonisht kur i lë flokët lëshuar në këtë lloj mënyre, domethënë që i kam me onde, jo të drejta, më japin pak bezdi sepse kam shumë, edhe nuk di se si ti mbaj, më duket sikur më rëndon koka sepse kam vërtet shumë flok. Tani, unë jam lyer pak, siç e dini, unë pudër nuk vendos asnjëherë. Edhe sot për herë të parë përdora këtë buzëkuqin nga Kiko, lip glossin që ma ka bler Rai. Edhe më pëlqeu, pavarësisht se unë vendos këto lapsat e anajs që janë në tonalitetet e kafes, sepse këto ngjyra unë kam shumë qef. Edhe më pëlqeu shumë ky i Kikos, me këtë nuancën edhe me këtë ngjyrën e bukur, edhe kishte një aromë shumë të mirë. Unë e kam shumë bezdi kur buzëkuqat kanë një shije, nuk e di, më bëjnë për të vjell, kurse ky e kishte një shije shumë të mirë. Nuk e provova, po thjesht aromën e saj. Ja, t'i lyjmë edhe pak. Dhe më pëlqen shumë. Unë nuk jam me fiksuar, me thënë të drejtën, që të marr me vete buzëkuqe vetëm në raste të veçanta. Kur dal për kafe të thjeshta, në fakt marr vetëm çantën, në çantën time, tani se di ku e kam çantën. Në çantën time vendos gjithmonë portofolin, farcoleta të thata ose të lagura. Çfarë marr tjetër? Marr kufjet, por këtë kohë nuk është se i kam marr shumë, se nuk më pëlqen të dëgjoj me muzikë në kufje. Dhe kaq, çelësat e shtëpisë edhe dalim. Ndërkohë nga sipër mendoj që të vesh pardesy ngjyrë bezh, sepse nuk është shumë ftohtë jashtë. Tani darka bëhet pak e freskët, por mendoj se këtë e kam fiks. Edhe kjo është në masën small, edhe ri goxha oversize, goxha e madhe, por mua më pëlqen edhe më shkon, sepse jam edhe e gjatë, nuk do me thënë e gjatë, 1,65 jam, por më ri mirë dhe më shkon. Tani, i vendosim edhe rripin, edhe pse më bezdis shumë ky rripi, sepse më varet, nga që unë nuk e lidh dhe lë hapur, por s'ka gjë. Tani do vendos edhe këtë rripi. Do vesh atletet e zeza gazel, sepse nuk dua të vesh aksat, nga që nuk është se është në një ftohtë i madh, dhe pardje kur i vesha që shkova tek Tegu më plasën këmbët. Ishte një super diell edhe nuk është akoma koha këtu që të veshësh aksa. Ndërkohë në Finlandë ka dhënë me të borë këtë javë. Rai ishte shumë e mërzitur që do binte të borë. Duhet isha unë atje që të gëzohesha për të borën. Kështu duket edhe pardesya, është e lartë. E kisha marrë me vete në Greqi dhe nuk e vesha asnjëherë, madje kotsa e mora sepse ngela duke e mbajtur në krah, herë më binte rripi sipër dhe e bëra zhul, sepse nuk kisha valixhe që ta fuse dhe e mora, imagjino, sakrifikova që ta merrja ta vishja dhe se vesha asnjëherë. Kështu që sa erdha në shtëpi këtu në Tiranë, e lava, tani sapo e heku rosa, edhe pse ky është material që bëhet shumë shpejt zhubravitet, si i themin nga Korça, por që jemi në rregull. Ky është outfiti për të ikur në panajër. Tani marrim çantën edhe të nisemi. Sa po erdha në shtëpi, kam larë fytyrën edhe dhëmbët,
Edhe përpara se të vazhdoj me përgatitjen e biskotave, që do ju thash që në fillim të vlogut, dua të tregoj librin që unë bleva. Unë kisha në plan të merja 2 libra, në fakt dhe një tjetër, por mendova, duke qenë se jam futur tani dhe finlandishtes dhe nuk duaj që të shpërqendrohem shumë me libra, mora vetëm këtë librin këtu, Shtrëbyesja e dhomës, që më duk, në fakt nuk e kisha në listën time këtë libër, por më duk interesante dhe mendoj se më duhej dhe kisha shumë dëshirë të lexoja një roman që të ketë mister, të ketë thriller brenda, sepse I kam shumë qef, siç kam qef edhe filmat, por më shumë më pëlqejnë librat të lexoj që janë të këtij lloj zhanri, të jenë domethënë thriller dhe mister. Ky është libri që unë mora, ishin me ulje dhe ishte plot panajeri I mbushur, në fakt kishte shumë student, kishte shumë të rinj, dhe ishte një gjë shumë e bukur që të gjithë blinin libra. Tani do çohem edhe do përgatisim biskotat që ju thash, të cilat do t'i bëjmë të mbushura me Nutella. Erdha këtu te kuzhina, sepse siç ju thash do bëjmë biskotat që kam menduar, që do t'i mbushim me Nutella. Tani, do ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë përbërësish na duhen, por përpara se të vazhdoj me përbërësit, do ndes pak këto qirinjtë e kuq që unë kam marrë, sepse duhet t'i ndezim që ta bëjmë pak atmosferë më të ngrohtë edhe dua të bëj gjithashtu edhe një reels për Instagramin dhe të duket akoma dhe më bukur. Do ta bëj me bijamat e mia sepse përshtaten shumë mirë me temën e Krishtlindjeve dhe me recetën që do bëjmë. Tani që qirinjtë I kemi ndezur, do ju tregoj edhe përbërësit që na duhen për biskotat. Atëherë, këtu kam shkrirë 80 gram gjalp, është I vakët, nuk është I nxehtë, na duhet që të ftohet pak. Kemi një të verdh veze, kemi 50 gram sheqer kaf, mund të hidhni edhe sheqer pluhur, nuk është problem, por një hodha këtë sheqerin kaf në mënyrë që biskotat të marrin atë ngjyrën e bukur. Këtu kam 120 gram miell për të gjitha përdorimet, pak fare krip, ndërsa te ky tasi këtu kam hedhur kanell, gjithashtu kam ngrirë edhe pak ginger. Tani na duhet ginger pluhur, por unë nuk e di se ku të gjej këtu në Shqipëri ginger pluhur, ose duhet të ketë, thjesht unë nuk e kam vënë re, por e griva pak vetë edhe besoj se nuk do t'i bëj keq. Gjithashtu kësaj recetes do t'i shtoj edhe pak konjak. Nuk e kishte receta në vete konjakun, por unë mendoj t'i shtoj edhe pak konjak sepse I jep goxha arome dhe do t'i bëj akoma dhe me të shijshme. Këtu kam edhe këto vulat që mora tek Jumbo, me të cilat do bëjmë biskotat formën e tyre. Domethënë ato do jenë rrumbullake, thjesht do t'ju vendosim këtë nga sipër që të na japi këto figurat e bukura të Krishtlindjeve. Tani fillojmë nga puna, duhet të marr një tas që të fillojmë të krijojmë brumin edhe ta vendosim për 10 minuta në frigorifer, sa të forcohet pak edhe ta kemi gati për t'i hapur.
janë gati, janë pjekur, por unë i lash qik më shumë të ftohen, në fakt duhet ta kisha bërë videon në momentin që unë i nxora që ishin të ngrohta, edhe kjo çokolata që unë i vendosa në mes. Në fakt nuk ju vendosa Nutella, por shikoni pak se çfarë ju vendosa. Më shkoi mendja që kam këto çokolatat e vogla, edhe i ndava në gjysmë dhe ja u vendosa nga një gjysmë secilës, edhe është një çokoladë shumë e mirë, në fakt është milk chocolate, është më mirë se ajo çokokremi që unë kisha, dhe ka dalë shumë të shijshme, i ka dhënë shumë shije edhe kanella dhe ai konjaku që unë i vendosa, edhe kjo çokolata në mes. Mua më pëlqen shumë, edhe për në mëngjes ose për mbasdite me ndonjë çaj, që unë si pi çajrat fare, po dua të filloj që t'i pi, edhe me ndonjë kafe, është shumë e shijshme. Janë shumë të buta. Kanë dalë super. Tani, mendoj ta mbyll dhe këtë vlog, jemi në vlogmasin e 7, nesër kemi vlogmasin numër 8, dhe të shikojmë se çfarë do krijojmë dhe se çfarë do bëjmë nesër. Mezi pres, deri tani po na shkon mirë dhe shpresoj që t'ja dalë deri në fund edhe pse është goxha e lodhshme siç që thash. Këto ishin biskotat që unë përgatita dhe që dolën shumë të shijshme edhe të bukura. Mund t'i përgatisni edhe ju në shtëpi. Recetën ja u kam lënë, kështu që bashkë jemi në vlogmas numër 8. Paçim!